Përshëndetje. Në këtë video të mësojmë se si me dizajnu një aplikacion telefon me Adobe XD. E kom hapur Adobe XD edhe këtu shkruaj zgjedhje formatin iPhone X, XS, 11 Pro. Klikoj këtu edhe presim derisa të hapet. Edhe tani u hapet dritarja, apo ndryshe i njehemi si artboard. Edhe mrena kësajna kemi me bu dizajnin. Për këtë ushtrim, unë i kom zgjedhur ikonat paraprakisht, edhe do t'ja dërgoj edhe juve, domethënë keni mundësinë për mi shkarku atë. Normalisht edhe fotografit. Por ikonat unë i kom shkarku te flat icons, por në këtë rast e kom zgjedh formatin SVG. Domethënë nuk i kom shkarku PSD, nuk i kom shkarku as PNG, por e kom zgjedh .svg, domethënë SVG. Kështu që shkomi te flat icons, edhe për shembull e zgjedhni çfarë do ikone, edhe këtu e kena formatin SVG, domethënë i kam shkarku në këtë format. Edhe i kam ikonat gati. Po filloj gradualisht. Këtu i kemi këto veglat për me bo dizajnin, siç po shihni ka më pak opsione se sa Photoshop e Illustratori. Ky Adobe XD është më shumë për dizajnimin e aplikacioneve për telefon edhe webfaqe, por normal na mundson edhe me bëu kombinime, për shembull fotografit i rregullojmë me ato Photoshop, nëse kemi nevojë me kriju një ikonë të veçantë apo diçka mund me kriju me Adobe Illustrator, kështu që normal i bëmi kombinime. Po këtë rast ne kom zgjedhur një ushtrim që nuk kemi nevojë mi përdor programe tjera, domethënë të i bëmi këtë duke përdorur Adobe XD. Okej, po shkojmë fillimisht prej naltit pjesën të poshtë. Po e marr një katror këtu. Edhe pa krije kështu. Normal e kena shigjetën, të shkojmë te shigjeta edhe kemi mundësinë tash me lëviz. Edhe për rriti sakit kjo. Tash këtu border është fjala për kufizimin. E klikomi, ja hekmi kufizimin. Edhe tash këtu kemi fill, është fjala për fushën këtu për ngjyrën. Klikomi këtu. Mi ja vendos ngjyrat, më thonë kemi opsione ndryshme. Këtë rast, unë e kom një ngjyrë që e kom caktu, e vendosi këtë ngjyrën këtu. Edhe shikoni, nuk vrejet shumë dallimi, se është një hend shumë e lehtë. Okej. Tash, nëse shkomi këtu, shkomi te llajerat, shohmi llajere. Edhe kena mundësinë na këto me bëll lock. Kena thonë backgroundin e bëmi lock zakonisht se na pengon tani kur ta lëvizmi. Kështu që nëse shkomi me tasën e djathtë, e kemi opsionin me bë lock, domethënë apo duke klikuar CTRL L, shikoni lock. Nëse klikoj CTRL L, shikoni këtu i shtohet një domethënë një dry i cili e ka bë lock. Nëse klikoj këtu i heket. Nëse klikoj këtu te syni është hide, shikoni, edhe kur ta afrona këtu ma tregon edhe shkurtesën. Shikoni, CTRL L ka me bë lock. Edhe se cila ma tregon shkurtesën. Kjo është për me ekspertu, kena mësu ma unë, po e rëndësishme është me ditë këtë rast me bëll lock edhe hide show. Okej, e vona backgroundin lock. Edhe tani shkomi hapin tjetër, shkoj e marrë prap këtu katrorin, po para se po marrë katrorin, po klikoj në tasën e djathtë këtu, edhe po bëj show layout grid për shembull. Shikone si na shfaqen këtu vijat. Shkoj te shigjeta këtu, edhe ku klikoj tek titulli këtu, mu shfaqen disa opsione këtu. Shikone, ku klikoj këtu, thot 36 ku kanë disa numra. Këtu domethënë është gridi i kësajna. Tash për shembull, nëse klikoj këtu, ka 36. Për shkak që po bëj 20, edhe pavarësisht po largohet kjo. Domethënë qëllimi është jone me kriju këtu ma shumë hapësirë. Shikone. Edhe, tash me tasën e djathtë, shikone muj me bu hide, apo duke përdorur këtë shkurtesën. Shikone. Është me rëndësi me mësu këtë shkurtesën. Shikone. I shfaqi, CTRL Shift edhe presje. Do thonë, CTRL Shift presje i shfaqi, CTRL Shift presje i heki këto vijat. Tash tu një mujnë më orientu, po ka njerë në nevojitën, ka njerë nuk në nevojitën. Shku në këtë rast, tash në nevojitën, pa marrë këtu katrorin, edhe përshkoj nga këtu, për shembull, këtë rast, deri këtu dikon.
tash cëtële shift presje, pi heki, edhe shikone, këtu tani, shkoj të shigjeta këtë nalt, këtu e ka një kufizim, edhe tash, përja heki kufizimin, më thëmë për derin këtu, edhe të fill ngjyra e bardhë. Po si po shihet, këtu nuk e vreni këtë, edhe për arsye se që është hide. Ku ta shfaqi këto vret ashtu e bardha. Po rëndësishme është që kontrasti është shumë i vogël, kështu që nëpër me vret më shumë, që sajna shkoj i jap edhe shadow. Klikoj këtu te shadow, domethënë e klikoj këtë, ku ta klikoj, më shfaqet opsioni shadow. Shikoni, tash më shfaqet shadow. Këtu e kena pak më ndryshe se të Photoshopi, për shembull që po bëj 0 0 edhe për shembull 10. Shikoni si shfaqet. Po, më me kliku këtu, kur klikoj te këtu, këtu e kam me menaxhu transparencën e shadow. Shikoni, rëndësishme është mos mu vret edhe bash shumë, po mu bëni shadow i lehtë. Unë tash e klikoj këtu. Këto që vendosa 0 0 edhe 10 është domethënë 0 0 ku vendos bukon prej qendrës sana. Po nëse du mja lëviz kondin, që për shembull tash nëse e bëj 10, shikoni kjo shtyhet knena. Po e bëj 0. Nëse bëj këtu 10, kjo domethënë hija shtyhet prej naltit të poshtë. Kështu që ju e menaxhoni këtë sipas nevojshëm, për këtë rast e pelu 3 piksela. 3 piksela. Edhe normal, po klikoj këtu, edhe po e rriti pak transparencën që le duket pak më shumë kësërqe. Okej, mjafton që kaq. Kur klikoj këtu, i kam këtu vijat e jashtme, këtu pikat këtë rast, edhe këtu pikat e mbrëmshme. Këtu pikat e mbrëmshme e menaxhoj rounded, sa me bo lakorën, si shpesheni. Shikoni forma bëhet lakore. Kështu që këtë rast, edhe ku ta lëvizi, këtë lakorën edhe që këtë numri këtu ndron. Shikoni? Tash këtë rast edhe me bo për shkak veç 5. 5, enter, edhe bëhet vetëm pak e lakueshme. Hapi tjetër, po klikoj të jën, edhe po e marr tekstin. Klikoj këtu, e po filloj me shkru. Ctrl A, me selektoj tekstin, edhe këtu shikoni kam llojin e tekstit me zgjedhje. Këtë rast këtu, po klikoj roboto, enter, më thonë zgjedha fontin roboto, edhe këtu e zgjedhi për shembull këtë rast italic. Më thonë më kon italic. Okej. Po ngjyra po më duket shumë është e mbyllur, kështu që po shkoj këtu, e selektoj domethënë tekstin, edhe shkoj këtu scroll, shikoni e kam opsionin me zgjedh këtu fill ngjyrën e tekstit. Në këtë rast po shkoj vetëm pak më qeltë bëj prapërsisht kështu. Okej, pa marrë tekstin apo vendosi këtu. Ndërsa te ikona që i kam shkarkuar paraprakisht, po klikoj këtu e kam search, domethënë searchin, po e marr drag and drop edhe për shej këto dikon. Shikoni është ikona searchit. Siç ju thash, ne kum gjetë paraprakisht që mos me hub kohë për me bo, domethënë hanes me gjetë, hanes me rregullu, kështu që ju do t'i keni të gatshme ikonat, edhe po zgjuaj me shift, se pa shift deformohet, shikoni. Ndërsa me shift e zgjuaj sipas rastit. Tash më me kliku kët, edhe po duam ja dhon ngjyrën e tekstit. Më me shku këtu, shikoni ku ta klikoj kët, shfaqet ngjyra. Tash klikoj të çka ikona, apo duke klikuar shkruesën I, më shfaqet që kjo apo vreni kursorin që ndryshon domethënë shenjën, edhe shkoj këtu, tak, përmi tekst ja marr e bëj ngjyrën e njëjtë. Shikoni? Tash po shkoj pe marr një ikon tjetër. Është kamera. Edhe këtë po bëj drag and drop këtu. Edhe këtë po shkoj po e bëj me shift për zgjidhje. Edhe po vendosi në anën tjetër. Okej. Po e zgjidhoj këtë. Më shumë. Edhe këtu funksionon si në Photoshop në Illustrator, me shift alt më me zgjidhlu proporcionalisht prej qendrës. Shikoni kështu prapërsisht. Edhe po lëvizje pak më knena. Po tash edhe kësaj po duam ja bëj ngjyrën e njëjtë. Po duam ja tregu një opsion pak më interesant. Nëse klikoj domethënë tekstin, shkoj te ky opsioni këtu. Edhe shikoni kam këtu color opsionin. Character style edhe components. Këtë rast këto tekstin, edhe po klikoj domethënë për zgjedhje tekstin, po selektoj, po klikoj plus. Edhe shikoni shtohet ngjyra e kësaj na këtu.
Kështu që tash vetëm e klikoj këtë ikonën edhe e klikoj ngjyrën. Edhe kjo bëhet ngjyrën e njëjtë. Po kjo shakon një përparësi. Tash që kjo edhe që kjo e kanë ngjyrën e njëjtë. Edhe kjo. Tash nëse shkoj me tastin e djathtë mbi kët, klikoj edit, e zgjedh një ngjyrë, shikoni ngjyra ndrohet automatikisht te gjitha ato që kanë një ngjyrë që unë shtu këto. Kështu që po kthena CTRL-Z, kjo kesa më shpjegu pak edhe këtë opsioni këtu. Okej. Po gjithashtu tash shtomi edhe ikona tjera, mumi me kriju domethënë edhe ngjyra tjera, po në këtë rast unë po shkoj gradualisht tu i shpjegu edhe të bëni dizajn edhe tu të shpjegu veçori, çfarë veçori ka programe. Okej. Tash po e kërkoj një ikonë tjetër. Basket, ikona domethënë shforta. Edhe këtë po e zgjoj me shift. Shikoni. Edhe këtë po e marr pa vendosi këtu. Tash me CTRL shift edhe me presje po i shfaqe këtu. Edhe këtë po e vendosi të ky qoshi këtu. Tash po e rriti këtë. Normal CTRL shift e presje prap e shoh tash sipas rastit. Edhe kjo ikona është këtë pozicioni këtu. Po tash këtë ikonën po e lë me qëllim kështu ngjyrë më mbyllët, po nuk po e bëj zezë, po e bëj pak më mbyllët se kjo. Kështu pavarësisht. Edhe tash ja vendosi një rradh vogël këtu me tregu që ka njoftime domethënë. E marr një ngjyrë, e kam caktuar me këtu. Domethënë pja heki kufizimin, ndërsa te fill vendosi këtë kodin këtu. Shikoni. Edhe po vendos kjo, shkoj te shigjeta, edhe tash e lëm këtë pozicion. Shikoni. Kjo tash tregon që e kena një produkt e kena shtu në shport, si notification, si njoftim. Okej. Tash po i marr disa ikona tjera. Po e zgjodh prapërsisht kështu. Kur keni me dizajnu aplikacione, koha më shumë që e merr është zgjedhja e ikona. Këtë rast, shikoni se ato ikona u dashur me gjet për me bë një ushtrim këtë rast. Shoh një ikon tjetër akon. Rregull jena. Tash këtu po i zvogloj. Edhe po i vendosi pavarësisht kështu. Këtë hapësirën po e doj në 3 vena. Tash e kam duket edhe një ikon, e kam emëru. Shoh këtu. Room. Kjo room. Nuk po kujtoj që emrin që kam emëru. Kështu që tani më kujtu. Edhe po i vendosi, di që i zgjedha 4 ikona. Okej. Tash pavarësisht mundona me po pasin e njëjtë. Okej. Tash po i shfaqi me CTRL shift presje këtu guide. Po selektoj këtu. Edhe po i zgjidh kështu në mes. Këtë po selektoj pak. Apo i zgjidh në mes. Edhe tash edhe këtë po vendosi mes, do të thonë po gjej mesin prej këtu i deri këtu, pavarësisht kështu. Okej. Hapi tjetër, po e marr tekstin. Me të filloj me shkru këtu. Okej, roboto, po tash t'ju i tallik po pëllo për shembull rregullar, normal tekstin. Klikoj 2 herë, po selektoj tekstin apo vendosi më shkru prej qendrës.
Përveç sajna, po e zvogloj tekstin, po e bëj për shembull 14. Edhe tash po e marr një ngjyrë. Ju nuk e shihni këtu se i kam dy ekrana, e marr ngjyrën nga ekrani tjetër, domethënë e kam programin ku i marr ngjyrat. Edhe tash shikoni, po i selektoj këtu. Edhe po klikoj këtu te fill, edhe po jap për shembull, po selektoj veç tekstin, po shkoj te fill, edhe po jap ngjyrë. Nëse përdori këtë ngjyrë shpesh, mu i me shtu edhe këtu plus, ju del si shkurtesë. Do këtu, shikoni tekstin e vendosa. Janë vendosa ngjyrën. Edhe tash e kopjoj tekstin CTRL-C, CTRL-V, edhe lëvizi knena, qaftas. Tash po e marr tekstin njëjtë copy paste, po vendosi edhe këtu, tani bëj vetëm rename. Për shembull, tash e vendosi këtu. Kësaj në edhe këtu po emroj me emrin Bet Shtrader. Tash tu i afroj. Edhe selektoj këtë. Shikoni fill, edhe këtu me selektu, o paraprakisht po selektoj këto, po ja marr ngjyrën këtu, peshtoj kolorin edhe këto. Tash shikoni, selektoj këtu, edhe tap me një klik ndryshon ngjyra. Ctrl Shift presje, po i heki këto vijat. Edhe shikoni këtu janë si ikona, si shkurtesë të menys, domethënë çka po doni me filtru. Okej. Tash po e marr tekstin, search, CTRL-C, CTRL-V, po bëj paste, po vendosi këtu. Po klikoj dy herë, selektoj teksti, prap këtu, po shkoj po bëj regular. Edhe këtë ngjyrën këtu, po selektoj edhe këtë po bëj plus këtu, shikoni, është ky kodi. Tash e selektoj këtë, e bëj këtë ngjyrë. Normal edhe po klikoj po e bëj rename. Në këtë rast këshe këtu shfaqen produktet e popularizuara. Hapi tjetër, prapë pi shfaqi guides, apo vreni tankon, për me bo dizajn e shfaq me jekmi për më orientu në dizajn. Tash, për e marrë këtu një katror, edhe për bëj për afërsisht këtu. Edhe, tani për e marrë, për heki këto borderin, për e klikoj fill, pja fill, këtë kodin, enter. Tash po klikoj këtu edhe po i bëj rounded. Për shembull, këtu e shihni po e pëlqen 20 rounded. CTRL Shift presje, po heki këtu vija, shikoni. E zgjidha këtë background. Prapë i shfaqi për shembull sipas dëshirës këtu, po e bëj CTRL-C, CTRL-V. Shikoni. Që më kon këtu mrena vijave. Këtë bëj pak më poshtë për shembull. Po i heki prapë këtu. Okej. Tash këtë tjetrën po klikoj, po jam ngjyrë tjetër. Shikoni. Tash po e marr këtë tekstin këtu, CTRL-C, CTRL-V. Shkoj këtu më poshtë, edhe për shembull ja lëni emrin. Emri i produktit. Afroj prapësisht këtu. Këtë rast teksti është 20, po e bëj 18. Pastaj po klikoj CTRL-C, CTRL-V, vendosi këtena, tekstin po klikoj këtu me dalë djathtas. Po klikoj dy herë, edhe tash po e vendosi çmimin për shembull. €240. Edhe pastaj selektoj tekstin, këto çmimin këtë rast, edhe po du me bo bold. Po shkoj këtu, po e bëj bold, edhe po e bëj këtë ngjyrën këtu, që me veçu. Por veç sajna, po selektoj këtu dyja, edhe po zgjedhi këtë. Klikoj këtu, edhe kjo bën center.
Njëjtë me marrë këtu pi selektoj, CTRL-V, po ja vendosi produkti tjetër, shikoni. Tasht, po I kopjoj këtu. Shikoni. CTRL-C, CTRL-V, edhe për lëvizje të poshtë. Tasht, të ngëtë aspe ngrej këto kështu. Dërsa këtë për shkurtoj. Edhe për jafroj kështu. Të mënoj selektova të gjitha edhe I lëviza. Kështu. Tash këtu për I vendosi fotografit. Shkujt e fotografit. Si që thashtë të më zgjellë para prakisht. Për I drag në drop, e shkojt njerë këtu. Tash, fotografia. S'ka nevoj me shift, mundet më mos më pa shift. Në më zgjellë fotografi transparent, do me thonë I kemi të kashme. Shkone. Në marrë këtë foton tjetër. Nuk e lëshoj këtu mërëna, po e lëshoj të më thonë këtu jashtë dikun. Tani e zvogloj. Shkone. Edhe foton e fundit. Jo për çdo rast mundi me vendos edhe fotografi tjera. E rëndësishme është me kuptu procesin si shkon puna. Okej, tash edhe këtë me dyja po janë të rrej ngjyrën. Po selektoj këtë, po klikoj këtu. Edhe po vendosi këtë. Edhe këtë ngjyrën tjetër. Do thonë është dallimi shumë I vogël, po janë disa nuanca që varejnë pak, shikoni. Pastaj po vendosi edhe këtë foterin këtu në fund. Po tash këtu nuk më shihen më foter, që ne tash të selektoj këtu edhe e marr këtë katrorin edhe e bëj prafërsisht kështu. Tash këtë e kam selektuar, ja heki borderin. Po e selektoj edhe po shkoj pi jap shadow. Po këtu po bëj 0, këtu po provoj të bëj 20, shikoni si shfaqet shadow. Hajta provoj 30. Shikoni. Dërsa po klikoj pastaj këtu edhe po e rriti transparencën, shikoni. Unë me bobile, hajta provoj 50, duket ma mirë, edhe pak po ja uli, më thonë, shikoni këtu me përqindje transparencën. Okej. Po klikoj këtë. Po shikoni nëse klikoni këtë pikën këtu, kjo bëhet random gjitha anët. Nëse shkoni kështu, klikoni këtë pikën, edhe pastaj kur të filloni me ndru këto randat, shikoni këtu e vreni. Tash duke klikoni këtë, po e klikoni këtë. Edhe keni opsionin. Si të klikoni këtu e vreni që veç kjo afektohet. Shikoni bëhet më dallume. Tash për shkak ju thon 20. Kjo edhe këtë e bëj 20. Edhe tash këto dyja poshtë nuk afektohen, po afektohen vetëm këto dyja në altë. Për shembull që po mendoj edhe pak më bëj, bëj 30, edhe këtë po bëj 30, dhe shikoni kjo si bëhet randet. Shikoni. Tash për shkoj I vendosi ikona tjera. E zvogloj me shift, tash ikonat e zvogloj me shift. Përse kështu. Shkoj e marr ikonën tjetër. Si që vreni, është një ushtrim I gjatë, edhe pse fillim, kur ta shihni rezultatin duket një dizajn I thjeshtë, por merr kohë.
Do më thonë veç fotografit edhe ikonat me bo, ka marrë kohë dikon një 40 minuta. Okej. Ta shikon edhe kjo po më pengon, po më lëviz, kështu që edhe këtë e bëj lock, CTRL L, do më thonë CTRL L bëhet lock. Kështu që CTRL Shift edhe presje po i shfaqi këto vijat që me qit ikonën mes, që është tam sikur më herët. Kështu. Tash po i selektoj. Kështu. Edhe po i vendosi kështu center. Edhe hapi tjetër po e marr tekstin, CTRL Shift pi heki edhe me presje pi heki këtu vijat edhe po marr tekstin këtu, CTRL V. Edhe po shkoj këtu poshtë, edhe po klikoj 2 herë apo shënoj home, normal, po bëj tekstin më të vogël. Hajde po bëj këtu 14, tekstin po vendosim center. CTRL V, po vendosim te kjo, do të copy paste. Tash editoj të më thonë. Okay. Ta shto home qena, po e bëj me ngjyrë portokallët edhe tekstin, ndërsa këtu tjerat po i bëj me ngjyrë të hend, këtu konsiderohet që janë pasive, kështu që i bëj me këtë ngjyrën e hend. Tash po i selektoj një ka një, po i qes, do të thonë tekstin edhe ikona po i qes në center. Edhe tani i selektoj të gjitha dhe po i vendosi kështu pak më lart. Edhe shikone. Këtu tash e ka play me bo, këtë ikonën play, ta po një play, shikone shfaqet që është duket aplikacione. Këtu heki X, tash për me rujt, klikoni CTRL S, edhe rruni për shembull që këtë rast në desktop, janë emrin aplikacionet app test. Okej, edhe tani e kena. Tash nëse dëshiroj me kriju një faqe tjetër, duke u bazuar në këto, më me klikoj për shembull këtu, CTRL C, CTRL V, kjo bëhet duplikat. Për shembull tash më i selektu këtu mi hek. Këtë rast këtu pi hek, veç searchin edhe këtu, pi hek këto ikonën për lo këtu, edhe këtu tjera për lo këtu. Edhe shë po bëj, e marrë këto, CTRL C, klikoj këtu, CTRL V, po e rriti. Edhe po marrë këtë ikonën, këtë backgroundin, CTRL C, CTRL V këtu. Edhe po e rriti. Shikoni kjo është lajeri nalt, normal këtu i kena të lajera, na mu me këtë me lëviz poshtë. Po e kemi edhe me CTRL Shift, apo me CTRL edhe me klop, që kena mësu si një ilustrator. Shikone. Edhe po e bëj rafërsisht. Kështu. Edhe fotografien po e rriti më të madhe. Pa marrë këtë tekstin, CTRL C, po ta këtu, CTRL V, pa marrë tekstin këtu në alt. Tash pas i kena hapësirë më shumë, po e vendosi me një rresht. Po vendosi këtu në mes. Shkrit e ikonat, e kom një ikon tjetër. E zhvëm të e para përse shtu. Me shfaqe me CTRL Shift edhe me presje këtu, më thonë guides. Pra po i heki. Edhe ngjyrën e kësajna po e përdori sikur kjo. Pra po e marrë ngjyrën. Edhe tash ja bëj, i selektoj këtu, edhe qes, po mene vetëm këtu, këtë edhe këtë, mundona mi qitë në center, edhe për televizi, po është pra përsesh.
Edhe hapi tjetër, pa marr këtu këtë çmimin, CTRL-C, këtena CTRL-V, klikoj këtë e rriti, shikoni. Vendosi prapërsisht këtu. Edhe këtu, po vendosi për shembull tash një përshkrim për produktin. Shkruajte faqja Lipsum. Edhe marr një përshkrim. Shikoni. Prapërsisht kështu. E marr këtu tekstin edhe e bëj prapërsisht kështu. CTRL-V. Vendosi këtë knena, tekstin. Normal ngjyrën. Ose më për shembull nëse du me bëu tekstin siç kjo, më shkruaj të shigjeta, e shtoj këtu karakter style, stil i karakterit, shikoni. Tash nëse klikoj kët, edhe klikoj kët, kjo e bën stilin e kësajna. Shikoni, është përshkrimi i produktit. Edhe tani e vendosi tash këtu butonat, i selektoj, këtu po i heki, delete, edhe këtu po vendosi një buton për shembull. Prapërsisht kështu. Po klikoj borderin po ja heki, edhe po marr me pik këtë ngjyrën e kësajna. Po marr tekstin CTRL-V. Shikoni, këtu është paragraf, nëse klikoj këtu bëhet teksti editues. Do të thonë një paragraf po tekst, sikur tekst edhe text box që kena mësuar Photoshop administrator. Tash të bona tekst, klikoj këtu edhe po bëj këtë tekst. Bëj këtë ngjyrën në build. Edhe normal, po klikoj këtë edhe run dhe po bëj pass enter, shikoni. Pra po e marr këtë edhe këtë, CTRL-V, po vendosim kontin tjetër. Edhe tani po bëj gjeni tani, do të thonë tash selektoj këtë edhe këtë, i qes në center. Tash po du kisha në më dhon më shumë fokus, kështu që tekstin e selektoj, tekstin e bëj në ngjyrë bardh, ndërsa këtë backgroundin e bëj këtë ngjyrën. Do të thonë më dhon më shumë fokus lejt tani. Përveç sajna, e kam një ikonë. Bëj drag and drop këtu, do të thonë është ylli. Për shembull, po zgjidoj këtë me shift, po e bëj ngjyrë të verdhë. E marr këtë tekstin këtu, CTRL-V. Edhe po e bëj për shembull kështu ky produkt u vlerësu 4.7. Edhe po zgjidoj pak po e bëj 14. Tash të selektoj çmimin në këtë, edhe i vendosi kështu center, shikoni. Tash këtu, i zbriti pak më poshtë, këtë foton po e çoj pak më lart, edhe këtu po krijoj një rreth. Shikoni. Edhe këtu po heki këto border edhe po jap shadow, ose kështu, 036. Tash e marr këtë ikonën, CTRL-V, edhe e bardhë, dhe më dhënë CTRL-V bëhet copy, edhe jap këtë ngjyrë. Për shembull, këtu e kena opcionin me bo like, po selektoj këtë edhe këtë me shift, edhe po i qes në center. Për shembull, këtu e kena bo like këtë produktin. Normal, këtu me rritë dhe pak këto që mos me lënë kështu zbraz, dhe me dhënë pak më shumë përshkrim produktit. Tash nëse klikoj këtë, i play, tani me shigjet për shembull djathtas i ndroj faqen. Shikoni.